Rozana sot ka komentuar raportet komplekse midis Laertit dhe Valbonës, duke zbuluar detaje interesante. Ajo tha se Laerti I kishte treguar se çfarë I kishte thënë Valbona lidhur me situatën e tyre në shtëpi, duke pasur besim të plotë te ai. Këto informacione janë si duket thelbësi I dinamikës së ndërlikuar që ka ndodhur mes dyshes. Rozana e vlerësoi këtë lidhje si një lojë, duke theksuar se ndjenjat dhe emocionet që ato përballen mund të jenë pjesë e një strategjie më të gjerë për të kapur vëmendjen e publikut. Ky është një realitet televiziv dhe ndonjëherë situatat janë të sajuara për të gjeneruar interes, tha ajo. Laerti dhe Valbona kanë qenë në qendër të vëmendjes së mediave, me spekulime të vazhdueshme për natyrën e marrëdhënies së tyre. Pjesëmarrësit e këtij formati të përmbajtjes shpeshherë udhëhiqen nga ideja se si mund të manipulojnë emocionet e publikut për të rritur shikueshmërinë dhe angazhimin. Në mesin e këtyre shqetësimeve, Rozana theksoi rëndësinë e komunikimit të hapur dhe të sinqertë në marrëdhënie. Ajo inkurajoi të dy të rinjt që të jenë të sinqertë me njëri tjetrin, duke e ditur se ndjenjat e tyre mund të dëmtohen nëse keqkuptimet vazhdojnë. Ngjarjet e fundit kanë nxitur diskutime në mediat sociale, ku fansat në mënyrë aktive analizojnë çdo moment që ndodh midis Laertit dhe Valbonës. Nga komentet mbështetëse deri te ato kritike, është e qartë se kjo çift ka arritur të kapë vëmendjen e publikut në mënyrë të jashtëzakonshme. Me kalimin e kohës, Rozana dhe të tjerë profesionistë të industrisë së argëtimit kanë filluar të pyesin nëse këto dinamikë janë të qëndrueshme apo thjesht një skemë për të mbajtur interesin e shikuesve. Nevoja për autenticitet është më e madhe se kurrë, tha ajo, duke u shprehur se ndihmon në ndërtimin e një lidhje më të fortë me publikun. Çdo zhvillim I ri në marrëdhëniet e Laertit dhe Valbonës kërkon një përkushtim të ngjashëm prej tyre për të menaxhuar imazhin e tyre publik në mënyrën më të favorshme. Të dy duhet të kenë parasysh se çdo veprim dhe vendim ka pasoja që mund të ndikojnë në karrierat e tyre dhe perceptimin e tyre nga publiku. Me fjalë të tjera, Rozana na kujton se bota e argëtimit është gjithmonë në lëvizje dhe se marrëdhëniet, qofshin reale apo të sajuara, gjithmonë do të kenë ndikim të madh në publikun. Ajo përfundoi duke thënë se vetdia për realitetin e këtë situate është çelësi për të kuptuar më mirë dinamikat e krijuara